Policia e Sarandës gjen një arsenal armësh të fshehura në periferi të qytetit. Armët dhe lënda eksplozive u gjetën në zonën e Limionit pranë varrezave publike. Ato u pikasën nga kalimtarët e rastit, të cilët njoftuan policin. Ekspertë të armatimeve shkuan në vendin e ngjarjes dhe sekuestruan 24 granata dore, 2 kutime ndezës granatash, 6 kallë petritol, 200 gram, si dhe një ark me fishek model 56. Policia po punon për identifikimin e autorëve, mbi të cilët rëndon akuza për veprën penale të mbajtjes pa leje të municioneve luftarake. Policia e Sarandës ka arrestuar në flagrancë shtetasin Bledar Barqi, 25 vjeç, banues në Burrel, pasi dyshohet se rreth orës 10 në rrugën Sarandë Metoq është kapur duke drejtuar pa leje drejtimi motorin pa targ. Në lagjen numër 1 të Sarandës në Banes dyshohet të jetë dhe të helmuar me medikamente mjekësore një 19 vjeçar i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që gjatë natës në fshatin Shëndëlli është vjedhur me thyerje dyqani i një 23 vjeçari, nga ku janë marrë 2000 lekë të xhiros ditore. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Në fund të vitit 2014 shënohet ngritje e kostos së ndërtimit të banesave, sipas Instat në 3 mujorin e 4 të 2014-s. Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim për banesa është 0.1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2013, rritja më e madhe vret nga grupi shpenzime për paga me 1.6%, duke u ndjekur nga grupi shpenzime materiale me 0.9%. Brenda këtij grupi, rritja më e madhe vret në nëngrupet materiale ndërtimi dhe materiale hidrosanitare me 1% secila. Krahasuar me 3 mujorin e 4 të vitit 2013, ulja më e madhe vjetore e indeksit të kushtimit në ndërtim vret në grupin shpenzime makinerie me 1.3%, ndërsa ndryshimi 3 mujor i indeksit është me 0.2%. Indeksi i çmimeve të grupit shpenzime materiale është rritur me 0.3%, krahasuar me 3 mujorin e 3 të vitit 2014. Butrinti e mbylli me një barazim fazën e dytë të kampionatit në transfertën e Gjirokastrës ndaj luftëtarit. Sarandiotët mbeten në vendin e tretë, 4 pikë më pak se kryesuesit. Megjithatë, lojtarët e Butrintit besojnë se lufta për të kapur elitën është e hapur deri në fund. Stafi teknik dhe futbollistët kanë besim se do ta përballojnë me sukses fazën e tretë të kampionatit, në një kohë që në Gjirokastër bën një paraqitje të mirë. Dje skuadra ka pushuar dhe sot rikthehet në fushë për të nisur përgatitjet për takimet e fazës së tretë. Gjithashtu, sarandiotët janë njohur dje edhe me kalendarin e pjesës së tretë të kampionatit. Favori i tyre është se do të luajnë 5 ndeshje në fushën e tyre dhe 4 në transfert. Dollari amerikan ka kohë që në tregun vendas ka pësuar vetëm rritje duke zhvlerësuar kështu monedhën tonë. Më herët, nivelet me të cilat është këmbyer dollari gjatë janarit dhe shkurtit kanë qenë mesatarisht 120 dhe 123 lek, por gjatë ditëve të fundit rritja ka qenë e vazhdueshme, duke shënuar gati 127 lek. Dollari nuk është mbi vlerësuar vetëm përballë lekut, por në një vazhgim të plotë të kursit të këmbimit në botë, monedha amerikane ka fituar pikë mbi të gjitha monedat e tjera. Kështu lidhur me euron, dollari ka zhvlerësuar atë në nivelet më të ulta të 11 viteve të fundit. 1 euro është këmbyer dje me 1.1 dollar, niveli më i ulët që nga viti 2003, që monedha europiane humb kaq shumë në terren, por ndërsa në tregjet e huaja euro është ulur, në Shqipëri këmbimi vijon të mbetet i njëjtë, 1 euro nuk këmbehet më poshtë se 140 lekë.